Në mjediset e qendrës rinore Arka është shkelur ekspozita artistike ku 12 studentë që sapo kanë përfunduar studimet master në art grafik prezantuan punimet e tyre. Ekspozita solli 26 krime artistike që shfaqin një gamë të gjerë teknikash, stilesh dhe qasjesh bashkëkohore, duke reflektuar jo vetëm njohuritë akademike, por edhe individualitetin krijues të secilit artist të ri. Kjo ekspozitë shënon një moment të rëndësishëm në rrugtimin profesional të studentëve, pasi përveç se përmbyll me sukses një kapitull të rëndësishëm të studimeve, ajo shërben si një trampolin drejt skenës së artit bashkëkohor. 12 student me 26 punime. Është një hap i parë i një aktiviteti i cili do të vazhdojmë më mëj me një ankant që do të bëjmë studentat. Absolutisht janë ballafaqime ku do të njohin vedin, do të rrisin vedin, do të masin vedin edhe me tregun e artit në përgjithësi, dhe janë gjëra të domosdoshme. Punimet e prezantuara janë një parapërgatitje për një ankant të planifikuar, ku krijimet e këtyre artistëve të rinj do të mund të dalin në treg të vlerësohen nga koleksionistët dashamirës të artit. Unë kam prezantuar sot shtëpinë e prindëve të mi, është kulla e Bajraktarit të Hotit. Unë vi nga një familje e Çurmuns. Është një punim që e kam bërë në vitin 2023, sepse tani jam diplomuar në master për art grafik. Punimi është bë dhenje në fiber. Është një punim që ka një mund që duhet mu bëhet me dalta, venet, dhe ajo plotësohet ngjyrë pas një ngjyre, do një muaj kohë për mu kryer si punim. Është një shtëpi që më ka dhënë shumë emocion, duke qenë se edhe historia prind kanë ishte për ndjekur politik, edhe e kam dhënë shumë me ndjenja, domethënë shumë me emocion. Gjithashtu, domethënë, kjo shtëpi tani është kthyer edhe në muze, që është shtëpia e Çurmuns e Hanit Hotit. Ishte ky frymëzimi që u kthy në muze, u rikthye në identitet kjo banisë për ta sjellur këtë imazh? Po, unë e kam përjetuar jashtëzakonisht, se duke qenë se baba shumë herë më tregonte domethënë vujtjet që kanë përjetuar gjatë regjimit komunist që kanë ishte për ndjekur, dhe çdo gdhenje që bosha ishte një emocion, më dukej sikur edhe unë po gdhenja një pjesë të historisë të përjetimit babës tim. Punimi im është ky imazh këtu, siç paraqitet te kisha Athetit. Është një imazh piktoresk që paraqet shumë elementa natyror që na kena në zonën e veriut. Teknika e kësaj është në bojën e vajit. Domethënë është në kanavat dhe është aplikuar me bojën e vajit. Prezanton temën e braktisjes së abortit. Edhe kam dashur të përfaqësoj në mënyrë jo aq agresive sa është në realitet, po me simbolikën e saj. Unë kam prezantuar një fëmijë, që realisht kjo foto reale dhe është një fëmijë që është i tretë në plena. Unë e kam marrë prej në foto dhe kam vu një ambient surreal. Edhe simbolizon se ky fëmijë jo thjesht ta braktis, po atë tret komplet prej njerëzimit. Edhe kam simbolizuar sikur e kanë drejt komplet prej planetit, e kanë nxjerr komplet prej atmosferës tonë, që në kupton mytin e jetës. Ekspozita sjell në qendër të vëmendjes talentin dhe punën e një brezi të ri artistësh që premton për të ardhmen e artit pamor në vend.